Miq të nderuar, përshëndetje në këtë ditë të veçantë, në këtë ditë vërtet të çmuar. Dua që vetëm të marr disa momente që t'ju uroj të gjithëve ditën e Krishtlindjes, urime dita e Krishtlindjes në këtë kohë. Ne përkujtojmë atë që Perëndia ka bërë, një vepër të madhërishme që ai ka bërë, edhe pse ndoshta realisht kjo datë, 25 dhjetori, nuk është dita kur Jezusi në vërtet u lënd. Unë personalisht nuk e besoj këtë gjë, por kjo nuk më pengon mua që ta festoj realitetin e kësaj ngjarje. Edhe në këtë ngjarje ne përkujtojmë kohën kur Perëndia për lavdinë, së pari për lavdinë e emrit të tij, por edhe për dashurinë që ai ka për neve si krijesat e tij, erdhi në këtë tokë në mesh, në formë njeriu, që të bëj atë që është e pamundur që ne të bënim, që ne ta bëjmë, në mënyrë që ne të pajtohemi me Perëndinë. Edhe kjo është për shkak se Perëndia është plotësisht i shenjtë, ne jemi plotësisht mëkatarë. Perëndia është gjithashtu i drejtë dhe ai nuk do lejoj që mëkatarët, ata që e kanë thyer ligjin e tij, të shkojnë pa u dënuar për këto mëkate. Mirë, po paga e mëkatit ndaj Perëndisë është e përjetshme, për shkak se ofendimi që mëkati shkakton është një ofendim i përjetshëm, për shkak se është kundër një qenie infinite, një qenie të përjetshme. Kështu që kur ne e ofendojmë Perëndinë, ne jemi duke e ofenduar Perëndinë e përjetshëm, dhe pastaj pasojat janë të përjetshme, dhe si rezultat asnjë nga ne si njerëz kurrë nuk do të mund të paguanim çmimin e mëkatit, për shkak se është një çmim i pafund. Mirëpo, Perëndia që është i pafund erdhi në këtë tokë përkohësisht si njeri, e barti barrën e mëkatit, në mënyrë që dhe kështu drejtësia e Perëndisë plotësohet. Dikush u dënua për mëkatin. Mirë, po si thash, për shkak se mëkati është një ofendim i përjetshëm, vetëm një person i përjetshëm mund ta paguajë atë, dhe ky është Krishti. Krishti erdhi nga përjetësia në këtë botë si njeri dhe e pagoi këtë çmim. Mirë, po para se ta pagonte këtë çmim, ai jetoi për 30 vite në këtë tokë si njeri, ku ai jetoi një jetë pa mëkat, jetoi një jetë pa asnjë gabim. Dhe kjo ishte e qëllimshme, jo rastësishme. Ai e plotësoi ligjin e Perëndisë në çdo pikë. Dhe si rezultat tash, Bibla thotë se kur ne besojmë në Krishtin, kur ne pendohemi për mëkatet tona dhe besojmë në Krishtin, ai në kryq, me vujt e tij në kryq, i merr mëkatet tona për mbi vete, i paguan mëkatet tona. Mirë, po në anën tjetër, ai i vendos drejtësinë e tij, shenjtrinë e tij mbi neve, na mbulon me shenjtrinë e tij. Kështu që kur ne qëndrojmë para Perëndisë, ne jemi plotësisht të shenjtë, jo për shkak se ne jemi të mirë, jo për shkak se ne e meritojmë, por për shkak se jemi të mbuluar me drejtësinë e Krishtit, me shenjtrinë e Krishtit. Kështu që unë, si Hasan, nëse unë vdes sot për shkak të besimit në Krishtin, unë do të shkoj menjëherë në prezencën e Perëndisë, dhe Perëndia do të më trajtoj ashtu sikur unë ta kisha jetuar jetën e Krishtit, për shkak se ai më mbulon me drejtësinë e tij. Ndërsa në kryq, Perëndia e trajtoi Krishtin ashtu siç unë meritoj të trajtohem, sepse Krishti i mori mëkatet e mia mbi veten e tij dhe e barti zemrimin e Perëndisë për këto mëkate mbi veten e tij. Ky është lajmi i mirë i Ungjillit. Edhe Bibla na thot shumë qartë se kushdo që beson këtë do të ketë jetën e përjetshme. Dua të lexoj disa vargje nga Gjoni kapitulli 3, janë vargje që shumë të krishterë i dinë. Vargu, duke filluar në vargun 16, thot sepse kaq, Gjoni 3:16, sepse kaq e deshi Perëndia botën saqë dha birin, një të vetmin, me qëllim që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Ky është qëllimi, sepse Krishti erdhi
në këtë botë, që njerëzit të besojnë dhe të kenë jetën e përjetshme dhe të mos humbasin. Mi po shqetësohet çka thotë vargu 17 sepse Perëndia nuk e dërgoi birin në botë që ta gjykojë botën, por që bota të shpëtohet nëpërmjet tij. Ai që beson në të nuk gjykohet, por ai që nuk beson tashmë është gjykuar sepse nuk ka besuar në emrin e një të vetmi bir të Perëndisë. Bibla është shumë e thjeshtë. Ai që beson në Krishtin si Zot të shpëtimtar do të shpëtohet. Ai që nuk beson, jo vetëm që do të gjykohet në të ardhmen, por tashmë është në gjykim. Në gjykimin e Perëndisë. Mirë po, nëse ky person kthehet, pendohet, atëherë ky gjykim do të largohet nga ky person edhe ai do të pajtohet me Perëndin. Kështu që kjo është çka ne festojmë gjatë kësaj kohe. Kështu që për ju të krishterëve, le të mendojmë për këtë gjë, le të jemi të falënderues nga thellësia e zemrës tonë për atë se çka Perëndia ka bërë përmes Krishtit. Dërsa për ju që nuk besonin Krishtin, shqyqoni ti mund ta mohosh, mund të mos besosh këtë gjë, mirë po do të vi dita kur secili për ju do të shndroj para Perëndisë. Edhe nëse sakrifisa e Krishtit, nëse nuk e ke pranuar sakrificën e Krishtit, si pagesë për mëkatet tuaja, atëherë ti do t'i paguash ato mëkate vet. Edhe do ta kalosh përjetësinë në ferr për shkak se mëkatet e tua janë aq të mëdha. Ofendimi ndaj Perëndisë për mëkateve tua është i përjetshëm. Edhe do ta kalosh përjetësinë në ferr, në mundime, duke i paguar të mëkatet e kur nuk do t'i dalësh në fund. Por tash mund të pendohesh, mund të besosh në atë që Perëndia ka bërë, edhe do të pajtohesh për gjithmonë me Perëndin, edhe do ta kesh paqen e Perëndisë. Tash edhe për gjithmonë. Kështu që mendoni mirë. Krishti do të vijë edhe një herë, herën e parë ai erdhi si shërptor. Mirë po herën e dytë ai do të vijë si mbret. Dhe do të gjykojë të gjithë ata që nuk kanë besuar në të. Kështu që lajmi i Krishtlindjes është një lajm i mirë për ata që besojnë, por është një lajm i tmerrshëm për ata që nuk besojnë. Kështu që zgjidhni se ku do të qëndroni. Edhe njëherë ju uroj këtë ditë të mrekullueshme urime lindja e Krishtit, Zotit dhe shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Ju falenderoj gjithëve. Kalofshi mirë.